Allahu Gjeleshanu që ka në thot neve, wa amur ahleke bis salati, o Muhammed, urdhnoj familjen tonë me namaz, wastabir alejha, dhe ban sabër. Nuk është let ti me thirë familjen tonë me namaz. Me i thonë familjes tonë, grus tonë, qu, e vladit tanë, qu fale namazin, oj bia ime, qu mënoj mbulesën. Njëherë, 2 herë, 3 herë, 5, 10, jo vetëm me thonë, hoqë, unë i kam thonë, i thash, familjes grus, e vladit, qu falin, po nuk kom njën edhe unë e erdha në gjami. Po ti erdhe në gjami, po familja jote, e vladit jote, gryja jote, reja jote, po ata qka dojnë edhe për veti, jo për veti. Qish po ki qef ti mi pas në dunjo, a nuk ki qef edhe mi pas ditën i kiametit ata. Qatë gru që ti je 50 vite, 60 vite, a nuk ki qef që ajo gru e me kone edhe jote janë gjenete. E qish pe e leti në dunjo mu u djek, e pastaj me i thonë Allah të une po du gruen të ime në gjenet. E ti po vjen gjami vet, po e falë sabajnë vet, po e falë drejkan vet, edhe e vladit tanë, grës tanë dhe bjes tanë, jo valla qka dujnë të bënë, jo, nuk shkon kjo puna qka dujnë të bënë. Islami në thot, Allahu neve në thot, wa mu ahleke bis salati, wastabir aleja, urdhnoj familjen tënde me namaz dhe ban sabër. Ban sabër. 1 herë, 2 herë, 5, 10, 1 vjet, 2, 950 vjet, Nuhi a.s. djalin e vetë e ka thirrë në Islam. 950 vjet. Edhe prap, nuk i ka besu. Kjo është normal me ajo hidajeti, udhëzimi është ndorën e Allahu Gjeleshanu. Ka do hidajete, do udhëzimi janë ndorën e Zotit. Ka do udhëzime ti dush me bo. Sebepit, pastaj me thonë, vallaj, unë ja lash Allahu të ndorë. O Allah, udhëzoje grunë, udhëzoje vladin, udhëzoje bien teme, kështu me rap. Në e be mbolesën, njerë, rabe i thash, hajtë se e vogël është. Hajtë se ka vakt. Hajtë se ku të rritin, ndoshta vetë ka me mnu. Jo. Ti